Përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe në një video recetë tjetër të iftarit. Sot po përgatisim receta tepër të mira të shijshme, receta ekonomike që ja vlen t'i provoni sepse kanë shije shumë. Besoj që receta do të pëlqehet nga të gjithë ju. Të gjitha recetat do t'i përgatisim tani. Fillojmë dhe i përgatisim. Fillimisht po përgatisim kajmakçen dhe në një enë po shtojmë 10 vezë të plota. Tash këtu shtojmë 10 lugë të gjellës me sheqer. Nëse kajmaqinën do e përgatisni në këtë mënyrë, unë ju garantoj se asnjëherë nuk ju ndështon kjo recetë. Vazhdojmë vezët dhe sheqerin. I rrahim me tel kuzhine, jo me mikser. Për 2 deri në 3 minuta derisa të formohet shkumë mbi. Mandej shtojmë 1 litër qumsht. Vazhdoj me përzi mirë edhe sheqeri të filloj të tritet mirë. Mandej kajmakçinin do ta kullojmë në kulluese. Gjithmonë duhet me bë këtë proces sepse shikoni si mbeten truptha dhe nëse i lëm këto kështu, atëherë kajmakçini nuk na del ashtu siç duhet. Pra ja largojmë këto dhe tash po vazhdojmë po e transferojmë në një enë apo në një tas, sepse kështu më lehtë do e kemi që t'i hedhim ose t'i mbushim gotat me kajmaqen. Tash po vazhdojmë edhe po i mbushim gotat mirë plot. Pra, po e shikone, mirë po është mirë që ose ta leni kajmakçinën pak të pushoj ose pasi t'i mbushni gotat, po shikoni që po krijohet mbi një shtresë si shkumë, pra kjo nuk duhet mu kriju. Prandaj ne krejt në fund do ja largojmë pra shkumën mbi, nuk e lëm. Kështu ja largoni mirë me lugë. E pastaj do t'i vendosim në tepsi gotat. Ju mundeni me përgatit edhe në tepsi, pra nuk do me thonë që çdo herë duhet me u përgatit në gota. E pastaj shtojmë tek tepsia ujë të ftohtë, derisa të mbushet përgjys tepsia ku keni me e pjek edhe kajmakçinin. Pra, unë këtu shtova 1 litër e gjys ujë. Tash në momentin që i kam shti në furr, ja lshoj furrën në 220 gradë. Pra, në 220 gradë do t'i lë kështu derisa pra të pjeket kajmakçini mirë. Me rëndësi është që uji që është në tepsi mos të vloj. Nëse uji ju vlon, atëherë do t'ja zvogloni temperaturën. Dhe kështu për 35 deri në 40 minuta kajmakçini do t'jetë gati. Unë e lash që të ftohet në temperaturë dhome e pastaj do e fus në frigorifer. Por tash vetëm për t'ju demonstruar, shikone se sa i mirë është bërë. Edhe pse akoma nuk e kam futur në frigorifer, sepse kur qëndron frigorifer edhe pak, pra ka me bo më i mirë se sa që po e shikoni këtu. Kajmakçini është bo si djathë, shikoni se sa i mirë që është. Provoni recetën sepse jam e sigurt që do ta pëlqeni. Sot po përgatisim bukë dhe këtu na nevojiten 100 ml qumsht i ngrohur, 300 ml ujë i ngrohur. Vazhdojmë shtojmë 7 gram maja buke të thatë. 1 lugë e mesme sheqer. Vazhdojmë pak i përzim, pastaj shtojmë edhe mielin. Si edhe përbërësit e tjerë që kam vendos me i hedh te kjo recetë. Vazhdojmë shtojmë pak miell fillimisht. Mandej shtojmë 2 lugë të gjellës me vaj. Edhe gjithashtu 2 lugë të gjellës me kos. Në fund shtojmë edhe krypën, 1 lugë të mesme kryp.
edhe vazhdojmë i përzim krejt përbërëset derisa të tërheqen mirë, mandej gradualisht do të shtoj mielin derisa të formohet brumi. Përafërsisht për ta përgatitur recetën, mu deshtën rreth 600 gram miell, mirë po ju mielin do e kontrolloni. Mielin do ta përgatisni ose brumin, kështu si në video, pra shikoni brumi si është. Pak është i butë, por jo shumë të jetë i butë. Tash e formojmë brumin. Është mirë pra që të përzihet mirë brumi. Mandej do ta lyej me pak vaj edhe e la brumin që të dyfishohet mjaftueshëm. Për herë të parë gjithmonë brumin do e leni të dyfishohet mirë. Pasi brumi është dyfishu kështu, vazhdojmë edhe brumin e ndajmë në 3 pjesë të barabarta. Pra nga ky brum ndajmë 3 pjesë të barabarta. Vazhdojmë edhe formojmë secilën pjesë në këtë mënyrë duke e bërë formë të kulaçit. Buka e shtëpisë gjithmonë është më e mira. Provoni recetën sepse ja vlen. Vazhdojmë, formojmë kulaçt. Mandej marrim secilin kulaç edhe e hollojmë në këtë mënyrë kështu. Pastaj do e mbështjellim si në video pra. Kështu përpara kanë përgatitur bukë shtëpie, pra bukë të gjata i themi ne, por që vërtet ja vlen të provohet edhe kjo recetë e bukës që bëhet tepër e mirë edhe e shishme. Vazhdojmë dhe mbështjellim bukën kështu, pra bukë të gjata që vërtet ja vlen të provohen. Në të njëjtën mënyrë vazhdojmë përgatisim edhe kulaçin tjetër dhe kështu derisa të përfundojmë. Vazhdojmë dhe bukën e lam që të pushoj edhe një herë për 30 minuta të tjera, pra që buka të fryhet mirë e të jetë e gatshme për me e pjekë. Pasi ka pushu mjaftueshëm, tash vetëm se duhet me shti edhe me pjekë. Furrën e shporetit e nxeni në temperaturë 220 gradë. Pastaj vazhdojmë me pjekim bukën në 220 gradë derisa të pjeket 15-18 minuta, do ta kontrolloni. Mbi mund ta lyeni nëse doni me pak ujë e nëse jo mos e lyni as pak. Pra drejt edhe në furrë në temperaturë 220 gradë, furra të jetë e nxehur mirë. Dhe kështu pasi buka është pjekur, me njëherë do ta lyeni me pak gjalp ose margarinë edhe e leni që buka të zbutet pak edhe për 10 minuta, përafërsisht do ta kemi të gatshme për ta shtruar, pra edhe për ta provuar. Pasi që ta leni që të pushoj, shikoni se sa e butë që bëhet, është tepër e butë e mirë edhe shijon shumë, bën mirë ta provoni edhe këtë recetë sepse ja vlen të shijoni bukë shtëpie që ja vlen të provohet. Shikoni se sa e mirë që është bërë buka. Sidomos, pra e butë edhe e nxehtë është shumë e shishme. Provoni recetën. Filloj me recetën e qofteve, 500 gram mesh, një lugë të mesme kryp, nuk e mbushni plot por rrafsh. Shtojmë një lugë të çajit me vegetë, pra vetëm pak biber të zi, pak hudhër pluhur, një lugë të mesme biberi kuq,
shtojmë pak majdanoz të freskët, dikon 40 ml qumsht, mandej 3 lugë deri në 4 lugë të gjellës me thërmia buke, edhe një qep të vogël e kalojmë në rende kështu si në video. Edhe kjo bëhet të themi si një pure nga qepa, edhe nuk dallohet shumë pra tek qoftet. Shikoni si bëhet. Pra e marrim dhe kjo del si një pure. Do ta kaloni në rende, pra në rende që janë të shpeshta si kjo këtu. E pastaj vazhdojmë edhe krejt përbërësit i përzijej mirë derisa të formojmë qoftet. Do t'i përzijmë mirë, pastaj vazhdojmë edhe i formojmë qoftet. Gjithashtu këtu mund të shtoni nëse doni edhe një vezë. Edhe tash po vazhdojmë, po i lyejmë durt me pak vaj, edhe po fillojmë edhe po e ndajmë mishin në pjesë të barabarta. Fillimisht në 4 pjesë, pastaj nga secila pjesë do të ndajmë nga 3 pjesë tjera. Do me thonë, nga kjo pjesë do të ndajmë 3 qofte. E pastaj vazhdojmë i formojmë qoftet, duke i dhënë fillimisht formën e rrumbullakët, e mandej do vazhdojmë edhe do i qelim në mes. Sipas nevojës do t'i lyeni edhe duart me vaj, sepse më let i formoni qoftet. Në mes qoftet po vazhdojmë edhe po i qelim në këtë mënyrë. Mandej qoftet i rendisim në tepsi, ku vendosim edhe me i pjek. Furrën e shporetit nuk e lshoni pra që të nxehet paraprakisht, por në momentin që do i shtim qoftet t'i pjekim, do ta lshojmë furrën e shporetit në temperaturë 200 gradë. Po i shtojmë pak vaj mbi, edhe tash në furrë në temperaturë 200 gradë për afërsisht dikon 15 minuta, 10 deri në 15 minuta, pra qoftet do t'jenë gati. Në një tigan përshtojmë pra perime të përzjera, një gotë, hedhim pak kryp, pak keri erëza, vetëm nga pak, mandej pak vaj edhe vazhdojmë i kavërdisim për 2 deri në 3 minuta. Vazhdojmë pra i kavërdisim 2 deri në 3 minuta. Edhe këto shumë shpejt i kena gati. Pasi t'i kemi kavërdisur, me njëherë vazhdojmë edhe i mbushim qoftet. Qoftet janë gati, kemi largu nga furra, tash këtu në mes ju shtojmë nga perimet, e pjesa tjetër e perimeve që do të mbeten do ta hedhim në tepsi. Mandej, pasi që t'i kemi mbushur me perime, shtojmë mbi edhe kashkavall, edhe do t'i kthejmë në furrë sërish. Pra tash ja shtojmë kashkavallin mbi, sasi të mjaftueshme të kashkavallit. Edhe tash marrim salcë domate, 4 lugë të gjellës, 100 ml ujë, 1 lugë të çajit kryp, i përzim të gjitha, edhe këtë salcë domate do e hedhim tek qoftet. Kështu qoftet na bëhen pak më të lëngshme edhe marrin shije më të mirë. Pra e shtojmë në tepsi, edhe sërish qoftet po i kthej në furrë 200 gradë edhe për 10 minuta dhe kështu janë të gatshme. Në tenxhere kam hedhur 1 kilogram patate që i kam pastru edhe i kam dhënë në pjesë të vogla. Tash shtojmë 1 litër ujë edhe i la kështu që të zihen, sepse këtë iftar do ta shoqërojmë edhe me pure patate. Vazhdojmë edhe i lajmë kështu që të zihen mirë. Në tenxhere po shtojmë pak gjalp, dikon rreth 2 lugë të gjellës me gjalp. Këtu shtojmë 2 lugë të gjellës miell.
Vazhdojmë me kavardisim pak. Mandej do hedhim edhe domate. 4 domate do t'i pastroni, do ja largoni lëvoren, i ndani në pjesë të vogla edhe i shtojmë këtu në tenxhere, sepse sot kam vendosur me përgatit një supë kremoze që ja vlen të provohet për iftar. Shtojmë 2 lugë të gjellës me pure domate, edhe vazhdojmë, pastaj e shtojmë më njëherë ujin, 1 litër plus kam shtuar edhe 200 ml të tjera ujë. Edhe e la kështu që kjo të filloj të vloj, shtoj vetëm pak hudhër pluhur, pak biber të zi për të dhënë edhe shije pak më shumë supës, edhe shtojmë vegjet, 1 lugë të mesme, shtojmë edhe krypën, 1 lugë të mesme, plot me kryp. E leni që të zihet. Pasi të zihen mirë, vazhdojmë edhe e blendojmë kështu. Kështu formojmë krep supën me domate. Një recetë tepër e mirë e shishme, që ja vlen me provu. Mandej krejt në fund 100 ml qumsht. Dhe tash krem supën e kemi gati. Për t'i dhënë shije pak më shumë, unë gjithmonë në një tigan shtoj pak vaj, si edhe pide, sepse më duket që merr një shije shumë më të mirë. Pide, 1 rreth kështu të vogël, edhe vazhdoj edhe e kavardisi derisa të skuqet. Kjo shumë shpejt do të filloj të skuqet edhe është gati. Tash e shtojmë te krem supa. Mandej do ta lejmë sërish që të zihet, por do të shtoj edhe pak vegjet, pra 1 lugë të mesme. E përzi edhe e la që të zihet për 2 deri në 3 minuta. E pastaj krem supa është gati për ta servuar. Tash është gati. Besoni që ka një shije shumë të mirë. Ata që janë merakli të domateve do ta pëlqejnë shumë. Edhe qoftet pra janë gati, janë këtu duke u pjekur. Tash vazhdojmë edhe përgatisim edhe puren e patateve. Patatet e ziera po i hedhi këtu. Shtojmë dikun rreth 100 gram me gjalp. Vazhdojmë i shtypim ose mundeni edhe me mikser të shtypni. Shtojmë 500 ml qumsht. Vazhdojmë edhe i përzim mirë. Mandej shtojmë 1 lugë të mesme vegjet, pak biber të zi. Edhe vazhdojmë i përzim mirë derisa të fillojnë edhe të trashen pak. Kësaj radhe puren e domateve nuk do e bëjmë të trash, por do ta lëmë ashtu pak më të hollë, sepse do ju shijoj vërtet shumë. Do e leni që të zihet mirë, edhe pastaj e kemi gati edhe për iftar. Tash krejt recetat janë gati, na mbetet vetëm se të fillojmë edhe të servojmë. Supa është tepër e mirë e shishme, provoni sepse ja vlen. Vazhdojmë çdo gjë e servojmë. Tash veç po afrohet koha e iftarit. Këto ishin recetat që kishim përgatitur për sot. Unë jam e sigurt që nëse do t'i provoni, do të na shkruani në koment edhe do ta shihni se vërtet recetat ju kanë pëlqyer shumë. Edhe qoftet kështu në mes, po i vendosim e mandej krejt në fund shtojmë edhe nga salca që ka mbetur në tepsi, ku janë pjekur edhe qoftet. Edhe krejt janë gati. Na bëft mirë edhe iftari për sot.
unë ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.